Kështu lutem unë për burrin tim. Në emrin e Jezus Krishtit e bekoj burrin tim sa herë që del nga kjo shtëpi të jetë i bekuar, të vej në vendin e dur, të shkeli në vendin e dur, në çdo derë që hap, në çdo vend ku hyn, në çdo vend që shkel. Perëndi, angjit e tua ta ken pastruar territorin. Lidh çdo plantë të ligut, lidh çdo dhe mbyll çdo derë që është nga i ligu, çdo tundim, çdo shkatrim, çdo gjë që punon kundër ti, të mbyllet dhe ai kur mos trokas dhe mos të hy, por ti ta mbrosh sot dhe të jetë i kthjellët kudo që shkon. Bekimet e tua të jenë të hapura, të pastra dhe ai ti marr dhe ti gëzoj ai dhe ne të gjithë bashk. Dhe i bekuar të jetë kur kthehet në shtëpi. Mezi të presi kthimin në shtëpi, kënaqësia në zemrën e tij të jetë familja. Të kthehet dhe gjithmonë të jetë bekim për familjen tonë dhe ne të jemi bekim për ta. Mbush na ti me paqen tënde dhe i bekuar të kthehet dhe gëzimi në ty të jetë mbushësi i familjes tonë. Në emrin e Jezusit. Amen.